Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia e shoqëruar sot nga paraburgimi në Durrës drejt gjykatës administrative të shkallës së parë ku është filluar seanca gjyqësore në kuadër të padisë së tij ndaj prokurorit Olce Dado. Velia i kundërshton ligjshmërinë e emërimit të tij në detyrë duke e konsideruar atë të palishëm. Seanca në gjykatë ka zgjatur vetëm pak minuta pasi në sallë mungonte avokati i Veliait. Për shkak të kësaj rrethane procedurale, palët rënë dakord që procesi të shtyhet dhe gjykata caktoi datën 24 korrik për zhvillimin e seancës së radhës. Gjatë paraqitjes në gjykat, Velia e ka komentuar shkurtimisht situatën me një batutë duke thënë: "Unë pa punë jam", ndërsa nuk ka lexuar deklaratën e përgatitur më herët për seancë. Sipas burimeve, qëndrimet e tij janë shpërndar më pas në mënyrë zyrtare përmes zyrës së shtypit. Në reagimin e publikuar, Velia e ka ngritur edhe pretendime që lidhen me vendimet gjyqësore mbi masën e sigurisë ndaj tij, duke theksuar çështjet e proporcionalitetit të paraburgimit në raport me funksionimin e kryetarit bashkisë. Ai ka përmendur gjithashtu edhe trajtimin gjatë qëndrimit në paraburgim, duke i konsideruar këto elemente si pjesë të debatit juridik që po zhvillohen në instanca të ndryshme. Kryebashkiaku kërkon anulimin e dekretit presidentit që emëron Dadon prokuror në vitin 2008 pa shkollën e magjistraturës. Pale pa ditur është edhe presidenca.